Jeni kurioz se si funksionon larja e flokëve në gravitet zero? Pyesni veten pse fasulet meksikane lëvizin në këtë model? Shikoni këtë përmbledhje për zbuluar këto mistere dhe shumë më tepër. Shumë njerëz mendojnë se është e pamundur të bësh diçka ndryshe në botën e modës në ditët e sotme, por ka një person që e ka sfiduar këtë besim. Keni dëgjuar ndonjëherë për një instalacion arti me miza të varura? Kjo është çmenduria e artit modern për ju. Tipari i veçantë i këtij djali e çoi atë drejtë në një karrierë në sport. Duket se lojtarët që janë më të shkurtër mund të vrapojnë lehtësisht me skëmbëve të tij. Duket se vajzat që i duan vërtet takat kanë evoluar në diçka të tillë. Në fakt, këto këpucë janë nga një dizajner i famshëm. Ju ndoshta keni parë shumë herë astronautët të hanë në hapësirë, por a keni menduar ndonjëherë se si lajnë flokët në mungesë të gravitetit? And you try and catch as much as you can. Then I just work the water up through to the end of my hair. And I take my no-rinse shampoo and squirt it also on the scalp a little bit and rub it in. Again, kind of working it out to the ends. And sometimes I'll actually take my comb. Rutinat e mëngjesit në tokë nuk duken aq të lodhshme tani apo jo? Ta nuk është e mahnitshme se si natyra pikturon një pamje kaq të bukur me ujin e shiut në rrjetat e merimangave. Dëshironi të jeni gjithmonë në humor të mirë në shtëpi? Merrni një bretkos Pokemon si kjo. Duket sikur ky çift u ndesh në një skenë të Lizës në botën e çuditërave. Vetëm shikoni se sa e madhe është ajo kërpudhë. Kam frikë se tani e tutje do të filloni të dridheni sa herë që shihni fishek zjarre. Kjo është pektinaria, një gjini e krimbave anelid që ndërtojnë një guack tubulare rreth trupit të tyre, duke bërë ata të duken më shumë si shkopinj të zakonshëm. Do të jetë gjithashtu e vështirë të shikosh përsëri fasulet në të njëjtën mënyrë, veçanërisht pasi të shohësh fasule meksikane që kërcejnë. Gjithçka ka të bëjë me vemjet e vogla që jetojnë në ato fasule. Dhe që ta dini, këto fasule nuk janë të destinuara për të ngrënë. Kur njerëzit flasin për kuaj fuqi, a mendoni se ata nuk kuptojnë kuaj si ky? Nëse dëshironi që një organo të duket edhe më epike, shtojini disa element zjarri. Ajo nuk po përgatitet për heqjen e qimeve,
Ajo në fakt po krijon një bazë për një kryevepër të ardhshme. Duke bërë kallëpe të shumta për gojë dhe duke bërë disa orë punë të palodhur, ajo ka bërë një interior të çuditshëm që funksionon si një llambë. Ky shkëmbi mrekullueshëm mund të duket mahnitës, por mos lejoni që pamja t'ju mashtrojë. Ortoniti është i mbushur me uranium, kështu që prekja e tij me duar të zhveshura mund t'ju lërë me disa sëmundje të pashërueshme. A keni ndonjë ide se çfarë është kjo krijesë? Është një vemje dhe duket sikur ka një planet të vizatuar në kokën e saj. Ndoshta ai nga ka ardhur. E keni parë ndonjëherë mimozën e pakapshme Pudika? Është paksa dramatike me gjethet prekse. Kush thot se bimët nuk janë të gjalla? Në shikim të parë do të betoheshe se kjo gjë ka ardhur nga Stranger Things, ose ndoshta nga Australia. Por jo, është vetëm një nga yjet e çuditshme që do të gjeni në Alaskë. A është kjo një skenë nga një film fantastiko shkencor apo pamje nga një tjetër planet? As pak, kështu oksidohet alumini kur ekspozohet ndaj merkurit. Nuk krijon një shtresë të fortë oksidi, duke bërë që alumini të shpërbëhet ngadalë në pluhur. Magjepsëse. Kjo do t'ju jap mak dhe sonte. Është një arowana. Në lindje, besohet se sjell fat të mirë. Por shikojeni këtë. Ky ka 2 koka, kështu që mendoj se kjo do të thotë 2 fishi i fatit. Imagjinoni se si është të gjesh një guask si kjo në plazh, pa e ditur se është krijuar nga njeriu. Këto skulptura jashtëzakonisht të bukura 2 kroike prej xhami janë krijuar nga një stilist amerikan dhe ato duken thjesht magjike. Nëse nuk dëshironi ta shihni këtë krim shirit, mund të dëshironi të qëndroni larg nga Afrika e Jugut. Është çuditërisht shumë i aftë në vizatim. Është shumë herët për t'u shqetësuar për një kryengritje makinerish. Le të na bëjnë nga një koktejl fillimisht.